Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë. Lutë Allahun që të na i falë mëkatet, na udhëzojë në rrugën e drejtë, na i bëj në jetët e sinqerta. Allahumma amin. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me njohjen e vetvetes. Dëshmin këtë verë, në këtë kohë të bajramit, të Kurban Bajramit që afrohet, ka pak me e përmirësu veten tonë, Allahu na falë të na përmirësoft. Kemi përzgjedh disa fjalë të ulemave, prej tyre është edhe fjala e Sufjan e Thaurit, që tregon për të Imam Ahmedi, rahmetullahi alayh, të dy dietar të mëdhaj të fesë islame, në veçanti të hadithit, edhe mund të themi koleg, Imam Ahmedi, e njefni keni një për ta dhe shumë normal është me një, por edhe Sufjan e Thauri. Sufjan e Thauri, hiq ma pak se Imam Ahmedi ka qenë në dije. Sufjan e Thauri është një prej Amirul Mu'minin fil hadith, udhëheqësave të besimtarëve në hadith. Sufjan e Thauri është prej mësuesave të Abdullah ibn Mubarekut, edhe të dietarëve tjerë të Sufjan ibn Uyejnes, ka jetu, domethënë, edhe nifët, edhe prej, po që kështu prej mësuesave të Bukhariut, ka pas edhe kë fjalë në fiqh, shumë ka dhënë dije, edhe ulemat e moqëm në për libra i njef e përmendin se medhheb e Thauri, medhhebi Sufjan e Thaurit, por normal se kur themi medhhebat nuk kanë pas qëllim për çamjen, e kemi thonë këta, por kanë dhënë në bazë të ajeteve të haditheve që i kanë analizuar, kanë dhënë fetva. Po do fetvajnë prapë, ma shumë do ma pak. Edhe kështu që 4 medhhebet, 4 mendimet e ulemave sqarimet, e ulemave të mëdhenj që i dim 4 medhhebet, janë prapë, edhe të tjerëve nuk kanë arritat të njëjtin nivel me u përhap. Sufjan e Thauri ka qenë interesant, subhanallah, ka qenë prej njerëzve ma asket, që i ka njoft, që i ka njoft bota. Edhe ky dietar thuhet se sa herë është përmend bota tjetër, vdekja, mjafton. Vdekja dhe dita e gjykimit, dita e kiametit, dalja para Allahit, nata e vorrit, është smu. Është smu prej mërzis, prej imanit, edhe sa ka transmetime thuhet që edhe ka urinu gjak. Edhe ka pas prej ulemave që kanë njoft shokët e vet, që kanë thonë kini rahmet për këtë hoxh të madh. Kini rahmet, aman, çdo mesele mos i përmendin në pranitë të tij. Sikur se dikush që tash po duhet me bëni krahasim, ndoshta pak jo të arsyeshëm që ka fobi në diçka. Edhe thot mos e përmendni filan se e ka filani fobi. Nëse veprani filan punën para tij se Sufjan e Thauri rahmetullahi alayh shkonin e vizitonin kur ai mante ders për këto mesele. Aq subhanallahu ishin të kujdesshëm. Tash një njeri i cili e ka gajle vorën, e ka gajle ditën e gjykimit, e ka gajle dalin para Allahut, çka bën ai për me arrit kënaqësinë e Zotit? Çdo sen bën, o fjala çdo sen të mirë, jo të keq. Përgatitet. Thot Imam Ahmedi, ndodhnin raste kur vinin njerëzit e Sufjan e Thauri, edhe i thonin, o imam, të kemi pa në ëndër, kështu, për mirë, të e livdu. A i thoshte atë fjallën e ti, thoshte, ana a'rafu bi nafsi min ashabil menamat. Unë nja, vetën time më mirë se sa ata që më shojnë në ëndër. Është interesant, njeriu mas miri që anja vetën është vetë ti. Balil insanu ala nafsihi basira. Ka thënë Zoti në Kur'an, gjithsesi njeriu është i njohur apo i ditur e din vetën e vet, i din gabimet e veta, i din mangësitë e veta, por mas shumti që ja bën rafsh njeriut është vetja vet. Edhe kjo e ngrit me një nivel
të egoizmit, sa e qënë deri aty mu verbu për veten, ku për shkak të kësaj egoje, edhe të jabon rafsh vetës, nuk e kritikon veten dhe nuk ja gjen pikat e dobta, sa i duket se kjo është më i miri pi kretëve. Edhe në shumicën e rasteve, njerëzit nuk e qesin veten poshtë, ose më mirë po them, mos them se s'bën me qit veten poshtë normal, po nuk e kritikojnë veten edhe atër kur kanë gabu. Kur i thu, gabove që i bërtite filanit, gabove që ja ktheve ashtu, çka bën ai? Për me arsyetu veten, thot, a se paje çka më tha pa Zotin, edhe zën me fillon me arsyetu veten. Gjithmonë domethënë e gjen një arsye për veten. Në thellësinë e tij, secili njeri mundet me e ditë detajisht veten e vet kush është. Imam Sufjan Thauri, ky dietar, po thot, s'ka nevojë mu me më kallëzu në ëndër që më shohin njerëzit, sepse un jam vetë di vetën tëmë o burr, s'ki nevojë me më kallëzu ti kush jam unë. S'ki nevojë. Të dashur vëllezër, mos e harroni një gjë. Ndash me a thuj qafën dikuj, livdoje. E dini kjo është si proverb, si fjalë. Aman, po ju këshilloj, mos e bani një gjë të tillë. Prej gabimit më të mëdha që ata që se kanë kuptuar çet mesele si duhet, çet pikë, është që të tjerët në praninë tyne i livdojnë. Edhe është tradhti ndaj ti, nëse unë ty të livdoj në praninë tone, edhe kur nuk i bëj dy sene në mungesë tone. E para, nuk të mbroj kur dikush të kritikon pa hak. Të kritikon, unë e di që s'është ashtu. Edhe çka bëj unë? Heshti. Të kam tradhtu. Që atë livdimin që të kumë bërë nërsy, ajo është munafiklëk. Edhe e dyta, nuk kumë bërë dua për ty në mungesë tane. E kësaj duas, mungesë, shtoja hala ma lezet e ma mirë bot, kur unë bëj dua për ty ose ti për mu, edhe ti kur së më kalzan, as unë ty nuk të kalzaj kur për atë dua. Vetë ju Allahu Gjelleshanuhu shtit dashni pasaj në zamrat tona, edhe ti çuditesh pse ke fillu me dash filanin, pse ke fillu me respektu fistekun, pse? Njëjtë raportet kanë qenë, si para një vjetë, si para 10 vjetë, si tash. Shqetësia kësaj qëndron që ndoshta filani ka fillu me bën dua për ta për ty në fshehtësi. Allah pastaj t'jep dashni për ta. T'jep dashni. Andaj është thymje e qafës njeriut nëse e livdon nërsy. Na kemi raste kur dikush e livdon dikan, edhe ndërhym. Shpesh e kam frikën se kur ndërhy, mund me mendu ai që po e lavdrojnë, personi A po e lavdrojnë personin B. Personi B, ndoshta vetë ju jakona me lavdru, se natyra njerët është që me e pranu edhe me u gëzu kur dikush e lavdran. Kur ndërhy, shpesh, tham, s'ki nevojë me livdu, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka tregu kur e kanë livdu dikën, ka thonë mani edhe ndaj atij që po e livdon tjetrin hudhni dhe e fytyrës, shuj, se thot Resulullah sallallahu alajhi wasallam ja theve qafën vllaut tan. Kur i tham bën dua për vllaun vetmi, ma mirë se sa me livdu. Kam frikë kajherë se ky personi B, i cili apo të cilin po e lavdrojnë, mos po mendon se pja kam inati pse ai tjetri po e lavdron. Normal kjo nuk është e vërtetë se na nuk kemi inati për vëllezërit tan. Inshallah ya Rabb, Allah na i përmirëson jetët e zemrat. Por ja që mundet natyra njerëzit me thonë pse se la me më livdu edhe me vazhdu në heshtje, por ndërhyni hoxha. Andaj mani me këtë dy sene, në vend se me livdu nërsy, ma mirë bëni dua, edhe mbrojnë kur është për me mbrojt karakterin, burnin e ti. Po thot, Sufjan Thauri, unë e njoh veten teme ma mirë se sa çdo kush tjetër. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. A dini rregullin islam? Kjo rregull.
llogaritën e veten para se t'ju llogarisin të tjerët. Pra, me të llogaritë Allahun ditë Kiametit. Autori i librit që e kemi para vetes Sheikh Yahya ibn Ibrahim al-Yahya i Medinës, Allahu e rujt, edhe i dhash pleqëri të shëndetshme në dobi të umetit. Në dersët që kemi pas me ta dhe që jemi taku, po tham, gjatë viteve studimeve me qindra herë, kur nuk harroj një prej këshillave që e ka dhënë, që na ka dhënë, aty edhe kam qenë i pranishëm, thotë merrni një fletore, një flet, edhe shënoj krejt pikat e dobta ti që ja din vetës. Pashtu edhe shënoj krejt të mirat që Allahu t'i ka dhënë me një flet tjetër. Qyri cilat janë ma shumë. Mirësitë e Zotit apo mangësitë e tua. Që ti s'pjep hakin Allahit. Mos i këshyr njerë vlerat e tua. Unë lexoj Kur'an, ka 2 faqe në ditë, ka dhe jo, mangësitë e tua. Edhe krahasoj sa të mirat ka dhënë Allahu, edhe sa je i mangët ti. Në këtë formë e përmirëson veten edhe e din veten, ma mirë se sa që të njohin të tjerët. Për shembull, tik namazi sabahit në xhami, tik dhikri mëngjesit, të kalojnë ditët pa lexu Kur'an, tikin ditët pa dhënë sadak, tikin ditët pa respektu një matë vjetër ose prindin nëse ki gjallë, tikin ditët pa i dhënë selam, pa i bo davet dikuj, pa i dhënë dikuj një libër, pa marrë një herë dikën në xhami, me bo projekt, një herë muj me marrë dikën në xhami që s'kon kur në xhami. Një herë, me pa qysh është xhamia, veç ti është xhamia, qysh është xhamia. Ti, qëto projekte, ti a i ki qëto mangësi, e tjerë. Në thoshtë të këto, që kjo do më thonë, pastaj ti, kur i din pikat e tua dobta, i përmend 50 pikat dobta, ose 30, në varët sa i ki, ose 300, ose 3000, në varët sa i ki, po dhe në varët sa bon që i sinqert me vetën tane, pa ja bon rafsh. Pastaj i ndanë në 3 pjesë, 3 grupe. Pikat e këqia që në mënyrë urgjente du të mi largu, pikat me rëndësit mesme, masi ti krynë këto të parët ato, edhe pikat me rëndësit ma të vogël, dhe më thonë dopsit pikat e dopta që ban milon për ma vonë. Edhe këto që janë në mënyrë urgjente me i largu, i qëtë prioritet se cilës, për sa kemi largu të parën, s'pe falë sabajnë xhami, për një mujtë ditë ka me largu këtë pikë dopt. Kam janis me falë sabajnë. S'po lexoj Kur'an për 2 javë, edhe vazhdon. Mrena mujt po i kry 2, 3, 5 varet sa. Kështu e përmirëson vetën. Prandaj, sado që të livdojnë njerëzit ty, edhe thonë, filoni burri mirë, ti e di vetën ma mirë se çdo kush tjetër. Por, nëse nuk ja bën, rafsh vetës tane. Kalem të dyta, thot Abdullah ibn Mubareku, edhe kjo është një prej dietarëve të hadithit, një prej nxënësve të Sufjan e Thaurit dhe Ahmed ibn Hanbelit që e përmendëm më herët ata dytë, pashtu ka pas edhe ka mësuar në fiqh edhe prej Imam Ebu Hanifës rahmetullah alejhim xhamian, Allah i mëshiroft të gjithë dietarët e umetit. Abdullah ibn Mubareku e ka një fjalë ku tregon se si njeriu dal nga dal mundet me shku te devijimi. Nëse nuk është i kujdesshëm. E para thot: "Men tahawana bil adab uqiba bi hirmani sunan." Kush nuk është i kujdesshëm ndaj edukatës, më kon edepli, e jo edepsëz, se fjala sëz është përdorë edhe është në gjuhën turke që do të thonë diçka mohuese. Edepsëz do të thonë i pa edukat. Na përdorim shqip, filoni ishte edepsëz, s'kish kur fare edukate. A edepli kur ki edukat. Do të thonë kush s'ka edukat do të dënohet prej Allahut me largim nga sunetet. Vetë ju, kur je i pa edukum, i pasjellshëm, kjo ka me pru si pasoj largimin prej suneteve. Kur themi sunetet, nuk është vetë sunetet e namazit. Sunet është me i dhonë selam vëllaut musliman. Sunet është me respektu matë vjetrin. Sunet është me i dhonë dhurat njëri tjetrit. Sunet është me buzëqesh në fytyrën e vëllaut musliman. Këto janë sunete. Kush nuk është i edukum, Allahu azza wa jall
e nal, i bën trana sunetet. Kujt i bën trana sunetet? Kjo ka me pru si pasoj, mi u bë trana farzet. Allahu Akbar. Të shku gradualisht. Ku i bën trana farzet? Kalon te pika 4. I vështirësohet njohja e vetës. Se një ma vetën. Ne jemi të volë se si njeri duhet me njoft ma'rifetun nafs vetën e tij. Sepse i kalon farzët. Kjo mund ta çojë në rrezik pastaj edhe të besimit. Se e dini, cili është kulmi edhe ajo stacioni i fundit ose kalaja e fundit e besimtarit? Kalaja e fundit e besimtarit është tauhidi, monoteizmi. Pastaj janë farzët. Monoteizmi, pastaj janë farzët. Në mënyrë graduale, dush më koni edukum, edukata e sjell sunetin, suneti e ruan farzën, farzi të ruan ty. Një njeri cili fal namaz, nuk ka vakt me shku në amralitet. Një njeri cili fal namaz, nuk ka vakt me shku me vjedh. Një njeri cili agjeron Ramazanin, e ruan gjuhën e tij nga fjalët e dyta. E ruan pjesë të trupit nga veprat e dyta. Etjere dini ato. Prandaj, njohja vetës ose nefsit shumë t'i rregullon punët mes teje dhe Allahu xhaleshanhu ose është sebeb për me shku në mënyrë graduale duke u përmirësuar vetvete. Duke u përmirësuar. E treta, njëri njëherë në kohën e Hasan el-Basri, rahmetullahi alejh, kish pas thonë, unë nuk ha kur edhe ka përmend një lloj ëmbëlsire, si me thonë halv. Pse e kanë pyet? Thot për arsye se nuk mund ta falenderoj Allahun xhaleshanu për këtë mirë. S'muj me falendëru Zotin. Atë që e ka konsideru, thot prandaj edhe nuk e ha. I kanë tregu Hasan el-Basriut për këtë person, ai e ka kritiku. Ka thonë, nëse mendon se për filan ëmbëlsirën nuk po mund m'ia dhon Allahit hakin edhe s'po e ha, atëherë le ta kujtoj diçka më të mirë se kjo ëmbëlsirë, pirjen e ujit, që është më i rëndësishëm se sa ëmbëlsira. Edhe ka thonë, këshillojen e ata që mos me një farë formë mos me deviju në këtë pikë. Te ushqimet edhe tek pijet, na kemi ndanë dy grupe. Ushqime dhe pije halal edhe ushqime pije haram. Harameve duhet më largu. Te ushqimet e pijet halal, parimisht lejohet mi hangër. Allahu xhel na ka treguar në Kur'an, hani e pini, por mos e teprani. Tash ndalja nga një ushqim me niyet se s'mbjap hakun e falënderimit, na I themi kjo ka mundësi me kalu pastaj në mënyrë indirekte në teprim. Nëse duhet më ndalë prej diçkajt, pra duhet më ndalë prej ujit. Nëse ti mendon se shumë është I vlefshëm që ajo hallva, I themi ma vlefshme se hallva është uji. Përderisa e ty pi ujin, dhe Allahu xhaleshanu ti ka leju ushqimet, edhe pijet halal, pi, edhe haj. E kemi një mesele tjetër. Mesele tjetër është ajo që edukimi I shpirtit nga ushqimet lukse. A lejohet? Po, lejohet. Pastaj lejohet edhe me undal nga disa ushqime që të bëjnë dëm ty personalisht, pse janë halal. Ty janë të bëjnë dëm, ti duhet më nal. Me feje ki obligim, nëse ty të bëjnë, jo, po kjo është halal pe ha, ose pe pi. Po ty po të bëjnë dëm, atëherë për ty është e papëlqyeshme, mas paku themi. Mo në emën dikush të devotshmërisë, I le kinse dosane, edhe shitet shumë I devotshëm. E dosane tjera nuk I le. Çka I themi? I themi I ke rendit gabim. Për shembull, ka njeri I cili ndalet që sikurse kjo që përmendëm nga hallva. Edhe në anën tjetër I merr në për gojë personalitetin e muslimanëve.
E dini në Ramazan, sa njeri bën gibet, edhe nalet prej bukës api ujit. Nuk është qëllimi që ti mos munal për një ushqimit, nëse sheh veten se ki nevojë me eduku. Ban munal. E bën obligim mos me ngran ambëlsira. Ose për shëndet, ose dën me eduku vetveten. Por jo, kjo me e bën në emën të asaj se me mendu çka jem të bëu nëse të bëkush, e në anën tjetër disa harame mos milan. Mi dhon prioritet gjanave. Kemi njerëz të cilët nuk kanë ushqime të caktuara në këtë kohë, kur ummeti masakrohet edhe vritet, edhe në anën tjetër nuk bën dua për çat pjesë të ummetit. Edhe kjo është balancim i gabum, ose nuk është balancim. Ose nuk qohet me fal namazin, e me mësu Kur'an, e marrë në xhami me fal sabahin, edhe kritikon dikon I cili pa e hanë qatë ushqimin. Nëse ti nuk hanë atë ushqim, a kam I shku qaj ushqim që ati muslimanit që s'ka atje me hangër jo? Nuk po flasi për ushqimet cilat ndoshta janë pjesë e bojkotit edhe pjesë ajo mesele tjetër. Ushqime halal. Thot unë s'du me hangër mish përderisa në filan venin të rahatur musliman. Ndoshta në shikim të parë kjo është në rregull. Por pastaj kur hyn detaje e shet çat person I cili po del edhe pe përhap edhe po shkon poshtë nalt tu e thon kët propagandë. E shet që ajo është prej demeleve më të mëdha namaz sabahit. Çka kemi thonë na? Pse po përmendni unë shpesh namazin e sabahit? Sepse ulemat kret kanë thonë ibadeti që si të thamon tash ta tham këtë fjalë mos hështeron që I bën hor pretenduesit edhe I dallon nga ata hakikat është namazi. Shtoj kësaj namazi, po flas përgjithësi. Pastaj e dyta namazi në xhami. Pastaj e treta namazi sabahit në xhami. Pastaj e katërta namazi në safin e parë. Edhe pse na nuk I kemi problem në safin e parë. Në për shumicën e xhamive, sepse s'kemi saf dytë. Domthon ti sa herë që është në xhamin tonë më fal, ti ke më fal saf parë. Edhe nëse shkon në rekatin e dytë. Prandaj ulemat kur kanë thonë kur I kanë livdu përpara, kanë thonë filan dietare 60 vjet është fal në safin e parë. Ata kanë folë për një xhamat ku është mush xhamia full në 5 vaktet. Edhe ajo kon safin e parë, ka zonë safin e parë. Tash, edhe unë e falem që 3-4 ditë në safin e parë. Unë, aja është për më lëvdu, jo. Pse? Se sa herë që ka jone në saf parë ku më falë, se s'ka saf dytë. Shka dhe në reqatën e dytë e në tretën, ti në saf parë, se muslimat nuk dalin në xhami më falë. Nuk kemi të folë kur kanë punë, kur janë të lirë. Andaj një dietar e përmend thot, Allahu Gjeleshanuhu, nëse doni me ditë pozitat, e vërteta të Zoti. Jo të njerëzit, të Zoti. Kushërë njerëzit që falen në xhami? Ku falen në xhami? Qaj I cili është I kujdesshëm për safin e parë, pozita ati është ma mirë të Allah. Parimisht, pa I në detaje. A I cili falet safin e fundit gjithmonë, ose s'falet heq në xhami. A I ka milionat, ka pozitën, ka autoritetin, ka titullin, krejt, për dunia I ka, për dunia. Andaj, nëse dën me ditë çfarë pozite kite Zote, këqyre, në cëllën safje të u falë në xhami. Ja? Edhe dyta, këqyre për çka është të të shfrytzu Zoti? Në çfarë, ku të ka vunë ty? Një shtet, I ka ushtartë, do I ka rezervista, do I ka që janë non-stop të rregullt, do të ngrit, do I ka shërbim sekret. Do I ka që japin jetën për liderën e tyne. Se cilën e vendos në propozita që mendon se ai e meriton. Allahu Gjeleshanu, nëse dën me ditë sa ki ti vlerë të Zoti, këqyre në çfarë shërbimit ka vunë? Atë ka vunë shërbim me bon gibet për njerëzit, mi marë në përgoj kretë ma allën ditën atë, dalish për xhamis të folë për halkun, vesh në xhami të folë për halkun. Hish në xhami, I këqyrish njerëzit kur po hin edhe shtramon
hunën ose bën gjeste të cilat kanë hije. Atë ka vendosur Allahu xhaleshanu ty, sikur sa ai I cili o shkon rroba çeps, edhe është bon asi rroba çeps si ekspert. Sa po shtin panin gjylpon pak qyr, çeto tap. Edhe ka thirraj mreti se është bon ekspert. Thot, a është e vërtet? Thot, po. Edhe pe demonstron para ti. Tha, jep janë, si me thonë sot, 100 euro. Bravo për këtë arritje. Sa vjet je të punu? Tha, për me mri qëtu, tha, 30 vjet jam të punu. Tha, tash shko. Kër më rinit e dera e palatit, tha, kthejeni tash, rojeve, kapne, tha, lidhne. Aja dham 100 dinar në atë kohë, 100 euro, sot, tha, po. Tash të jep janë 100 shkopin. Ja dhan 100 shkopin. Tha, pse, tha, zotni mreti, baba mret, po më jep 100 shkopin, zbona kur gja. Tha, me dhonë mësim ty edhe kret tjerve, që mos më marrë punë të kota. 30 vjet, pa lidhje, po të si e këqyre, si se këqyre, peni ko me unë gjylpon. Pse me u kohën 30 vjet, s'ke mësu diçka ma të dobeshme. Dhe thonë me këqyre, që ka unë të shfrytzu Zotit, që ki me thonë botën tjetër. Që I ke shërby I metit, që I ke shërby dinit, që I ke shërby popullit. Ndash me ditë, do më thonë e para, në xhami, çfarë pozite Allahut ka vu, edhe e dyta, në shërbim të ku jetu e hargju dynjon, jetën tonë, jetën është pasunia ma madhe. Në çka jetu e hargju? Po më pyet njëri cili është profesioni më I mirë. Pa hyn ata se, thash profesioni më I mirë është ai që është në shërbim më shumë të njerëzve në rrugt të Allahut. Kur themi këtu, do të thonë, më mësu njerëzve dinin e Zotit. Më rujt njerëzve shëndetin, më rujt njerëzve sigurinë. Këto janë për profesione më të mira. Njerëzve më të mirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka përmendur ai që është më I dobishëm për njerëzit. Andaj keni kujdes me çet pikë, pra të tretën e jo me se dolën prej asaj temës që unë s'po ha hall edhe tash mashallah unë kum rrina. Jo. Këshyre të sene tjera shumë më të rëndësishme, sepse ka herë është stil sufizmi, stil ignorance. Unë se veshë filan jakne, nëse veshë. Nëse ajo jakne është halal, nëse nuk ka shaja të jo besimtarëve, pse se veshti? Pse me kalu në do sene që më marë pasaj pe vesh filani, sa buri mirë, ky edhe ky sa buri mirë. Pse rrinë? Këshyre merë me gjërat cilat janë shumë më të rëndësishme për ty se sa këto gjanat e hangër filan halven ose se hangër. Tjetra, Hasan el-Basri ju thot, prej fatkeqësive më të mëdha të njerëzit është me njoft veten e tij sa është I mangët karshi Zotit, edhe mos më ani fare kjo gjë. Mos më mërzit fare për këtë gjë. Pra kemi dy sene. E para është I mangët. Edhe e dyta prapë janin. E ka marrë vesh. Është e ditë që unë çdo ditë jam të shku minus në lexim të Kuranit. Unë çdo ditë jam të elon ka një ibadet. E kum falë sunetin e sabahit farzin, kum fillu mos me falë sunetin. Kum dalë në xhami 30 herë në muj, ose 30 ditë, tanë mujin, tash po dalë 25. Pastaj po shkoj 20. Unë kam dhënë sadak, tash e ka kuptu që është të shku minus. Edhe çka? La ju bali, nuk janin. Me pas problem me ibadetet, mu shfash problemi. Është keq, po përderisa jetu e luftu, këtë keqe mirë I ki punt, apet mirë I ki, sepse në Islam e kemi ato që njeri lufton me vetën e vetë. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah ka thënë ata që mundohen, se këtu nuk është për qëllim xhihadi ai lufta karshi armikut. Walladhina jahadu fina, ata që për hir tonë, në rrugën tonë bën xhihad, sakrificë me veten e tyre, mundohen me përmirësu, gjithmonë në luftë me egon, me nefsin, me epshin, me vetveten. Lanahdiyannahum subulana, kena me udhëzuar rrugën tonë, apo në rrugtimin e tyre që kanë marrë.
Këtu hyn ulemat kanë thonë, një njeri cili do me mësu Kur'anin përmenç, edhe lufton me mësu, ka me mësu, Zoti s'ka me e lanë mundin këtë. Një njeri cili lufton 10 vjet, 20 vjet për me fal namazin xhami, ka minimu Zoti, që kjo ajet vlen. Një njeri i cili do me nal gibetin, mos më fol, çdo herë lufton veten, e sheh këtë mangësinë veten e tij. Imam Ahmedi ka thonë, kam pas problem me niyetin, me sinqeritetin, mrena vetës ta me 20 vjet kum luftu me ta. Mas 20 vjet jam rahatu. Ama kur rahatohesh me niyetin për Zot Zotit, a disa ajo quhet faza mbretërore. Kështu e kanë përshkruar në disa shkrime ulemat dietarë. Faza mbretërore është kur ti kreti ibadetet veç me Allah lidhesh, hiç nuk tanin çka po folin hallku për ty. Hiç se ki gajle. A janë të livdu ti e di vetën tonë, në fillim që përmendëm. Unë një vetën tam. Folin keq ty veç kesh, volin mirë ti veç kesh, se ti mes Zotit i dit. Ti je me një fazë ku absolut nuk i bën sanet për njerëz. E këshillon tjetrin, ja trik vretjen me të mirë. Tjetrit e motivon tjetrin, bën dua për ata, mes te dhe Zotit azhajal i ki punët e tua. Andaj, ata që mundoni, Mama Mehdi Pëllat, 20 vjet kum luftu, pastaj ja kum ni lezetin e ibadeteve, se në fillim të u luftu me veten, herë përmirësau, herë bjerë, kurban. Po këta djetarë nuk jenë konë sikur sa ata djemë të rritë të cilët shpesh na shkrujnë ose ankojnë, thojnë, hoxha, shumë kam problem me niyetin, pejlon, s'po du me mësu Kur'anin për me, se po mdo këtë që s'pe bëj për i Zatë Zotit. Ka rritë shetani me të mundë. Imam Ahmedi, 20 vjet, sa ulema tjerë pasaj, me 10 vite kanë luftu. Na, nësë ata ka 20, neve na duhet ka 40. Por kjo nuk na nal neve që mos më punu. Andaj ulemat, për ty në Shehu Themini e thot një shkurtese ka, nëse kum hynë xhami, edhe po i shoh dhe njerëz, ati fali dure qata, mos kam frikë se mos pe bëj për syfatsi me mpa ata ma bukur. Thoti, hoxhallarët, po dhe në djetartë, fali. Edhe nëse duket që s'je për i Zatë Zotit e bon fali, se që ata do shetani, mos i fali, ullu, mos i fali, le sot një ibadet, le nesër një ibadet, le, largosh kret. Qa me bon, fali edhe nëse ke syfatsi, por mrena ibadetet, luftoj e syfatsin, walledhine gjahedu fina, ata që munohen për i Zatë Zotit. Kena me orientu, njerë e bën për syfatsi e 2, ama jetu e luftu, si jetu e vadit, si kur sa të lullën që e vadit, si jetu e vadit, syfatsin vetën tonë, për jetu e djek, të e këput, të munu, jetu vujt. Allahu ka me të orientu me kalimin e kohës. Pasha Allahin. Nuk kemi amrin nivelet, absolut, por se nuk ka ma mirë se her pas here, Allahu gjell me rahmetin e vetë na i përmirësën zemrat. Pastaj i vujmë, njëjtin problem me juve, jam bashkë edhe unë. Por ka momente kur subhanallah, Allah me rahmetin e vetë. Ta bjen një qast, një gjysore, një orë, një dit, kur aq mirë, Zotë e Azhajal të ban hidaje, udhëzim, orientim, që thush ja Rabbi, të falenderoj që ka kësi nivele, ulemat kanë përmenë dhe i kanë pas, po na mundësën, ka një gjysore me këto ëmbëlsinat besimit, të imanit, me i përjetu edhe na. Andaj, mos gabani me u interesu për njerëz. Por që kjo, që po thonë mos mu interesu, nuk do me thonë tash mi bon budalla lëqet, po është të nalë me thonë unë s'ni për njerëzit. Unë e thomë, jo, i urdhët më konë, larkë pamës, i qetë, i selshëm. E prej fatkeqësive më ndaja, është me i kuptu gabimet mrena vetës tane dhe mos me tani me vazhdu. Kemi edhe 2. Thot Muhammed ibn Salam al-Jumahi, një fjalë shumë madhe, al-insanu fi ghafla hatta yuqadhu bi'illa. Njeri është në gaflet, në përgjumje, në pakujdesi, derisa ta zgjojnë fatkeqësitë, të lashet. Subhanallah. Vllazni, kur mos lejo që Allahu xhaleshanu me të çu prej gjumit me një fatkeqësi, me ta çu një smuje, me ta çu një sprov, një të lashe, edhe me thonë, o Zot, ku je, o Allah një mam, tash, ani du të më kry edhe qatë herë, te Zoti du të më kry. Por, edhe pse është prej rahmetit Allahut,
Kur Zoti Gjeleshanu dikan i cili janë të largu prej rrugës ti, ja çon një fatkeqësi e cila e kthen te Zoti. Ajo fatkeqësi është mirësi. Përkundër atij i cili është largu prej udhës Zotit, dhe Allahu në vend se mi qiu fatkeqësi, mu kthy te Zoti, i çon akoma mirësi për me harru krejt Zotin. Ka kësi raste. Sepse pyesin njerëzit hoxh filani 100.000 zezat i bëv Zoti veç për çant mira. Na nuk guxojmë me bë me gisht ka filani fisteki. Këto e kemi ndaluar. Por themi në përgjithësi, njerëzit të cilët janë të ilani ibadetet, edhe të mirat po ju vjen. Ai largo pe Zotit ma shumë të mira. Ai largo ose ofendo Zotin ose lufto dinin, Zoti çat mira. Mos i manim se ati, mos i manim lakmi ati. Kjo është për fatkeqësive më të mëdha që Zoti t'ia qua ati që tamam ai në mirësitë e Allahut me harru Zotin, mos me pas vakt mu kthy te Allahu. Ndërsa Zoti nëse t'ia do dikujt mirën, kur ai largohet prej Allahut, Zoti ja çon një fatkeqësi me kthy te vani. Ku kon, me kthy te Zoti. Por a është edhe kjo forma më e mirë? Jo. Çka me bë? Mos me pas nevojë Zoti me na çu prej xhumit, me ne na non stop të aktiv, jo të përgjumur. Pse be bjen punën që Allahu Gjeleshanu me ta çuni sprov për me të kthy te Allahut? Ti dush mu kon te Zoti i kthym non stop. Andaj është shumë e rrezikshme. Edhe pse nuk është më e rrezikshme se ajo e para që thash, që ja çon aty në që si da Allahu, ju çon mirësi. Al insanu fi ghafla, mos rrini të përgjumur. Prej formave të përgjumjes është kur robi ka çast mira, sa ato të mira mon nuk i konsideron si të mira. Se çaq është mishru me ta, edhe mendon se Zoti ja ka bërgj atij. Edhe thot, shumë normale unë tash me pas kërë të mirë gjithmonë. Pse normale është? Pse se falenderon Zotin? Shumë normale unë du të më konë gjithë shnash. Pse po mendon që gjithë shnash? Mund është më konë smut. Pse s'pe falenderon Allah? Me kalimin e viteve, që ato mirësi që i ka, që Zoti s'ja ka lujt kur, ai menon që Zoti tash ja ka bërgj atij. Dija shqyrin Allahit. Filoni qëri ka bon banese, ka bon objekte, ka bon qende tregtare, që unë e meta. Shumër, alhamdulillah, thuj. A ki ish netën? A i ki këta, a ki këtë po. Pse i ke harru këtë të mira? Rri, jo nga flet, rri zgjum. Mos prit që Allah me ta quni sprov, që atëherë me të ranë mend mirat që i ki. Mos rritu anku. Thania tjetër, ma atala abdun il amal illa asa al amal. Çdo njeri i cili ka shumë shpresë, ai edhe nuk punon punë të mira. Illa asa al amal, ka me bë punë të këqija. Çdo njeri, hajtë se bëhat, ka vakt. O ti ke bon që ka që vjetë, shkon haxh, ka vakt. Që kjo ka vakt, hajtë se bëhat. Sa ma shumë që mani mëtë njeri, e haron vdekjen, e haron dalin para Zotit, e haron natën e vorit, e haron momentin. Mazni shumë është problem me harru momentin e vdekjes. I cili kur vjen, çka? Nuk t'jep shans ma. Nuk t'jep shans. Aty bëhet pishman njeriu. Pa hesap. Por është moment i cili nuk t'jep ma mundësi më kthy edhe njerë. Veç të kërkoj pendim të Allahut sinqerisht, veç një herë. Ose i kom bën filanit zullum, veç shkoj të lypi halal, ose babës edhe nanës. Ose veç ta kryej edhe filan një sinqeritet, një pendim sinqert maksimal, nuk të jep shansën me laçja. Normal me laçja me urdhën të Allahut, nuk të jep. Andaj mos mani shumë i myt. Rrini të përgatitur non stop. Çdo njeri i cili ka i mytin e largët, hajtë se ka vakt. Zakonisht ta njerëz nuk bëjnë punë të mira. Ose i vënojnë punë të mira, ma ato se aq se ka vakt. Edhe fundit vllazni. Thotë Wahb ibn al-Wardi, prej fillimit të përmirësimit të njeriut,
është me kuptu të keqen mbrana vetës. Një njeri, ta mjekët e din, i cili e ka kuptu që janë smut, që kjo në fillimi i përmirësimit ti. E një njeri që është i smut, i thush smut je, thot ja, ma qëfar smut? Hasë ma shko të miku se smut je, thot jo, mërë se jam smut. Ajë do më thonë, është problem më shnush, se e mas pare, sot të e pranu që o smut. Kështu është dhe njeri cili ka mëkate, në momentin që e pranën që po unë jam të bo mëkate, këtë, 2-3 mëkate, 5. Thot që kjo e fillimi përmirësimit ti. E thot, nuk ka ma dëm, se sa me e ditë që ke mëkate mrena vetës, edhe prap me qëndru në të njëjtat mëkate. Jetë e ditë që filon pija, është të bëtë dëm. A ka njeri i cili nuk e di se alkoholi është i dëmshëm ose droga. Gjithë e din. Përveç nëse është mendje madhë. A vedin, ka me ajtë më thot tip e dike që rakia është. Mu më knaqe. A i din e ka me nënçmim, kurse aji. Edhe aji e di, që e thot këtë fjallë e disa është të dëmshme. Por, nëse nuk nalet, që kjo ndjesi që e di që është të dëmshme, prap nuk i bën dobi. Por nëse ka kuptu qëta dhe merë hapa konkret, mu përmirësu, atër kjo a mirë. Kështu është edhe besimtari, i cili ka kuptu në vete mangësit e tia. Edhe fillon më përmirësu, nëse nuk fillon më përmirësu, veç ndjesia që jam të bo mëkate, nuk është e mjaftushme. Se me kalimin e kohës, ti e kupton sot që e të bo mëkat. Edhe nesër, edhe mas nesër. Po mas një vjetë, të e bom non-stop qatë mëkat, familiarizohesh me ta. Edhe ma nuk e konsideron si mëkat. Nuk dham zamra për atë gjëna që e të e bom. Bëhet normal. Dhe fillon mëkatën e dytë. Mendoj për dhëtë këtë autori, djetari, fillimi i përmirësimit është me kuptu. Po a munal me qaq? Ja, mos munal me qaq. E ke kuptu që e të e bom këtë mëkat, ose këtë mangësi. Fillon merë hapa të përmirësimit, për ndryshe nuk e bo asgjë veç pse po e dirë këtë mëkat. Pra të dashur vëllezër, i patëm 6 prej fjalëve të dietarëve, të cilat flasin për përmirësimin e vetës tonë, të ndërruam vëllezër, rikontrolloni veten kur të shkoni nëpër shtëpiat e juaja, ndëgjoni edhe në internet këto ligjërata, këto këshilla, aman vetëm e vetëm që kemi nevojë me përmirësu vallahi veten tonë, sado që mendojmë që jemi mirë, prap ka vend për më bëu edhe më mirë. Lut Allahun që të na bëjë sinqert edhe të na i pranoj ibadetet tona. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.